Qytetarët e Maqedonisë së Veriut mund të padisin shtetin, por dhe komunat për ndotjen e ajrit. Kjo mund të ndodhë pasi që Gjykata Supreme në Maqedoni tashmë ka autorizuar gjykatën administrative që përgjegjës për cilësinë e ajrit është shteti, por dhe komunat, dhe ata duhet të marrin masa për të pasur ajër të pastër në shtet. Juristi Jeton Shasivari këtë temë ka trajtuar në seminarin e organizuar nga Myftinia e Tetovës për luftimin e dukurive negative. Një hap i madh është arritur në shtetin tonë me miratimin e qëndrimit parimor nga Gjykata Supreme, e cila me automatizëm e përcakton përgjegjësinë tek shteti. Prandaj janë edhe padite para që Gjykata Administrative i ka miratuar. Dhe Gjykata Administrative e konsideron tani etutje shtetin si përgjegjës dhe komunat për të siguruar ajrin e pastër, për të kryer të gjitha detyrimet që i parasheh ligji i mjedisit jetësor si dhe ligji për kualitetin e ajrit ambiental. Prandaj konsideroj se është një temë mjaft aktuale dhe mjaft e rëndësishme për qytetarët tanë, në kuptimin e asaj që megjithatë ajri i pastër paraqet një drejtë të njeriut, gjë që është konfirmuar edhe nga rezoluta e vitit 2023 të Asamblesë Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ndryshe, profesor Qufli Osmani thotë se një shoqëri pa individ të fuqishëm nuk mund të ketë procese të mëdha, pasi që individët janë ata që bartin përgjegjësi, por në funksione të caktuara dhe reagojnë, por bëjnë ndryshim të rëndësishëm. Shoqëria pa individ të fuqishëm dhe të fort, nuk mund të jetë edhe shoqëria e tillë. Shoqëria e brisht prodhon zakonisht edhe individ të brisht, të cilët marrin edhe rolin të viktimës, marrin rolin e një aktori pasiv, marrin rolin e një protagonisti i cili familiarizohet me modelet shoqërore, do të thotë të tilla siç i shohim apo në përgjithësi. Shoqërisë i nevojiten jo persona të celularizuar, apo me diplomë, por i nevojiten mendimtar që dinë të mendojnë, që dinë të rezonojnë, që kanë shpirtin mos themi apo rebel, por të jenë nonkonformist, apo të shmangen edhe atyre skemave të rëndomta, të cilët të gjithë i shohim, i kritikojmë, por asgjë realisht konkretisht nuk bëjmë. Në ndërkohë, Myftiu i Tetovës Elver Gjemaili thotë se synimi është që përmes bashkëpunimit të ndërsjellë ndërmjet institucionit tonë, institucioneve relevante të komunës së Tetovës, si dhe institucioneve arsimore që promovojnë vlera pozitive, solidaritet dhe përgjegjësi qytetare tek të rinjët. Një keqje e vogël lulëzon kur e mira hesht, një padrejtësi e madhe rritet kur ndërgjegja kolektive bie në gjumë. Në këtë kontekst, çdo hoç, çdo profesor, çdo qytetar, çdo prind, çdo mësues, çdo i ri që zgjedh jetë pasive përballë padrejtësisë, pa e kuptuar, i jep terren të keqes. E mira pasive është ushqimi së keqes aktive. Nëse duam të kemi një shoqëri të drejtë, të ndeshme dhe të shëndosh, nuk mjafton vetëm të mos bëjmë keq, duhet të bëjmë mirë dhe të veprojmë. Lufta kundër dukurive negative në shoqëri, korrupsionit, dhunës, varfërisë morale, nuk fitohet me ligje të shkruara apo konventa ndërkombëtare, por me edukim dhe vetëdije të ndezur. Organizatorët thonë se qëllimi i këtij aktiviteti është të nxisim debat dhe reflektim mbi format e ndryshme të dukurive negative që prekin shoqërinë tonë, si dhe të identifikojmë mënyra konkrete për t'i parandaluar dhe luftuar ato në bashkëpunim me Myftininë e Tetovës, institucionet lokale dhe shkollat.